sotula. Një keqe ose nështë jo një keqe, po një banalitet mundet me prodhu edhe gjona pozitive. Mundet që disa figurave të lavdishme historike mjau hek pluhnin që njerëzit me u njoftu me ta. E kam fjallën për kreshnikun e kohës të shekullit 19, Qun Mulën, emnin edhe të bamat e cilit Departamenti për Propagandë Lëvizjes Vetëvendosje i begenisi për mja përshtat Albin Kurtit. Një veprim i tillë e tradhton deri dikon në vetdijen e oborrit propagandës Kurtit. Kur një lëvizje s'ka mjaft mit, e huazon mitin e malësisë dhe janë gjet emnin e shefit. Lëvizja Vetëvendosje jeton në një univers paralel, në një flusk, bubble. E Donald Alloshi e kënej kangën, mirë po kjo nuk ka ndodhë veç pse e Donës i ka ra nërmen me përzgjedhat figur historike, sepse realisht është vështirë e besueshme që e Dona e ka ditë që kush është kon Qun Mula. Sepse pa dasht me nënçmu e Donën, mirë po është vështirë e besueshme që e Dona, le të themi, e ka lexu Lahutën e Malësisë Gjergj Fishtës, që me u njoftu për mes vargjeve të Homerit shqiptar, me këtë bajraktar epik të Hotit e të krejt Malësisë. Qun Mula ka lind në vitin 1818 e ka vdek në vitin 1896. Është kon bajraktar i fisit Hotit, prisi Malësisë, që është lidh me lidhjen e Prizrenit dhe është ndru në një simbol të rezistencës të funit shekullit 19. Si ndaj forcave osmane, ashtu edhe ndaj forcave malazeze të Kral Nikolës, kur trojet shqiptare pas Kongresit Berlinit janë rreziku me u coptu prej fqinjve. Gjergj Fishta e ka kap Qun Mulën me një fjali që e përmbyll krejt portretin e këtij malsori. Ai thot, i fort për pushk e jurt me fjalë. Pushk kur duhet, fjalë kur duhet, jo poza, jo marketing, jo kult. Tash vjen këtu kontradikta, sepse kjo është e kundërta e Albin Kurtit. Albini është i urtë për pushk, ose o kanë i urtë për pushk kur e dasht, e është i fort për fjalë. Kur Kosova është kanë e pushtume, Albini ka fol për paqë. E sot në liri, a i fol për luftë. E ngën edhe kongën që ja kanë kushtu. Rren aty, e pranën, duar të roket, e partia a kthen krejt këto në shfaqje. Ky është dallimin mes dy figurave. Qun Mula e ka pas pushkën si përgjegjësi personale në vit kufinit. Kurti e ka pushkën si metaforë, si slogan, si varg për me rrit kultin personal. Edhe kur një kongë e Qun Mulës hiqet prej vetës, e futet emni një politikani ditës, kjo s'është adhurim për historinë, kjo është zavendësim i historisë me propagandën. Sponsorët videove të mia, siç e dini, janë Mobisim, ju mundi me shkarku Mobisimin në App Store edhe në Play Store, është Riga Farm, që është kompania më e madhe farmaceutike në vendin tonë, është Jysk Kosova Kafe pa vend edhe është Buzhala Estate.